Pas mbi 2 orë diskutimesh, Komisioni i Ekonomisë ka miratuar marrëveshjen me agjencinë Crow Agents. Mbledhja e komisionit u shoqërua me debate të shumta mes deputetëve të mazhorancës dhe opozitës. Ish ministri i Financave Ridvan Bode ka akuzuar qeverinë se kjo kontratë është jo transparente dhe ka mënjanuar garën, si dhe nuk është e përfshirë në taksim. Jo nga taksat, jo zotëri. Ja shtohet nga të mos më ndrymu, edhe pastaj shnoje në ligj, paguan në njëri nga vendet, detyrimet mbi të ardhat personale. Ndërkohë, Ministri i Financave Shkëlqim Cani e kundërshtoi këtë fakt duke kërkuar që të mos spekulohet. Cani premtoi se nëse nuk plotësohen kushtet e kërkuara nga Crown Agents, atëherë marrëveshja do të prishet. Kompania nuk do të marrë, do t'i zbritet 25% në të ardhurat që do të marrë, dhe dy do të ndërpritet kontratë. Një tjetër akuzë e opozitës ndaj mazhorancës ka qenë edhe mosplotësimi i kontratës, por mazhoranca ka reaguar duke akuzuar për të njëjtin veprim në privatizimin e ČEZ. Ja keni lënë derë Qeverisë së Republikës së Shqipërisë. Dakor, flasim për kompaninë më të madhe në vend dhe për rrjetin unik të shpërndarjes së energjisë elektrike. Dhe për rrjetin unik të shpërndarjes së energjisë elektrike, cilin po e vuajnë shqiptarët e Shqipërisë. Komisioni u përfshi nga debata edhe për nivelin e të ardhurave. Ish kreu i Financave për 8 vite me radhë Ridvan Bode vuri bast që kjo qeveri do e ketë të vështirë që të rrisë të ardhurat. Po të gjitha këto masa që po merr, po ky është bast. Ja e kemi bast këtu. Rritini me 0.6. Ta thonë që të rrisi me 1%. Unë jam i bindur që me 1% kur të shkoni 12% aty në dogana, atëherë mund të flasim bashkë. Dhe këtu keni dhe të vështirë. Pra të lajë fjalën. Edhe akses në brendshme keni këtu. Ministri i Financave Shkëlqim Cani ndër të tjera ka premtuar se në janar qeveria do të heqë referencat